Në Ulqin u zhvillua manifestimi i veçantë Dita e Gjelave të Detit, i organizuar nga Organizata Turistike e Ulqinit, ku vendas dhe turistë u mblodhën për të festuar pasurinë e detit dhe traditën e lashtë të peshkimit që ka shoqëruar këtë qytet përgjatë shekujve. Kryefjala e këtij evenimenti ishte fruti i detit, gjelat e shijshme të detit, që prej kohësh janë bërë simboli Ulqinit dhe kuzhinës së tij autentike. Ulqini i njohur historikisht për traditën e fortë të peshkimit dhe lundrimit, edhe këtë herë tregoi se kjo kulturë vazhdon të jetë gjallë dhe e rëndësishme për komunitetin. Drejtori i organizatës turistike Qazim Hoxhi theksoi se kjo iniciativë lindi nga dëshira për të ruajtur dhe përçuar traditën e gjyshërve tanë që dikur arritën të shisnin këto gjella të detit edhe në tregjet e Kroacisë, duke e bërë Ulqinin të njohur për këtë pasurinë natyrore dhe kulturore. Ai shtoi se manifestimi është një mënyrë për të lidhur të kaluarën me të ardhmen, duke mbajtur gjallë vlerat autentike dhe duke i prezantuar ato me krenari turistëve dhe banorëve. Duke filluar që nga maji me ditën e kublave, duke filluar në fillim të majit me Bambu Majfestin, me natën e kështjellave, me manifestime të tjera, koncertet e tjera që kemi patur, tani është koha që të kthehemi traditës. Do thot, ideja ishte Dita e Gjelave të Ulqinit, ishte për ne sepse duhet të veçohet. Sepse duhet ditur që në kohënat e mëhershme, do thotë gjyshat tonë, babat tonë, e tjere, një këta gjelat e detit të Ulqinit, apo karkalecat e Ulqinit, kanë qenë ata të cilët kanë mrit për mu shit deri në Dubrovnik. Edhe në kohën e atëhershme të Jugosllavisë mund të themi që ende edhe sot, do të thotë, në disa restorante prestigjioze në Bregdetin e Malit Zi, ju mund t'i gjeni me akcentin në gjelat e Ulqinit. Kjo do të thotë që janë të posaçëm. Edhe është e posaçme se këto zehen vetëm këto 2 muajt, kur është koha e tyre të themi kështu që janë të posaçëm nga të tjerët. Shija është e posaçme edhe normalisht e duhet ceket, kurse ne si organizatë turistike morëm iniciativën që çdo vit të theksojmë këtë datë. Dhe normalisht kjo sonte që kemi bërë është thjesht për turistat për të degustojnë mënyrën tradicionale si përgatiten gjelet e Ulqinit apo karkalecat e Ulqinit në mënyrë që ndoshta mund keni pa, është pjesa e buzarës, është pjesa e zgarës dhe risottos që janë të themi në një mënyrë ato të para tradicionale që i kemi ba. Sonte kanë mundësi të gjithë turistat që janë në plazhin e vogël të shohin, po ashtu të shijojnë traditën tonë me fotot tona, me vallën e peshkatarëve dhe normal më në fund edhe me ushqimin tradicional të karkalecave të Ulqinit. Me duhet të ceki që kjo është manifestimi i tashëm, ne kemi po ashtu manifestimin që bëhet edhe Dita e Bamjeve, që është po ashtu një ushqim tradicional i qytetit tonë, pastaj kemi edhe ditën e kalamarëve apo lignjeve si quajmë ne, ku po ashtu do të kemi në shtator, do të thotë ditën e posaçme të sajën, përveç asaj dhe në tetor, në kohën kur zehen qefulli i vjeshtës ta quajmë ne, po ashtu do të ndajmë një datë të posaçme dhe një manifestim të atill për atë lloj peshkut të Ulqinit. Në fakt, ne në organizatë turistike flasim për turistat e regjistruar. E dim se problematika në Ulqin ekziston që jo të gjithë turistat në Ulqin lajmërohen, problemi është tek qiradhënësit të cilët nuk i lajmërojnë turistat e tyre. Por se me ato çfarë ne kemi të lajmëruar, ne jemi në këtë momente, do të thotë jemi një çik më mirë sa i përket qershorit. Majin e kishim në nivelin e vitit të kaluar, që edhe për vitin e kaluar nuk mund të themi se kemi pas një fluks të madh, por se kemi patur koha e ftoftë e cila ishte, ajo normalisht që e ndryshoi pak këtë figurën e statistikave tona, kurse qershori deri në këtë ditë është më i mirë se vitin e kaluar. Gjatë mbrëmjes, qyteti u mbush me aroma të mrekullueshme të gjelave të përgatitura në mënyra të ndryshme nga kuzhinierët e njohur dhe me traditë të gjatë në Ulqin, të cilat u përkushtuan për të shërbyer shijet më të mira për të pranishmet. Kjo ishte surpreza, e ishte e papritur, ka shumë popull
A din? E na jena të përgatitur, na jena vetëm 4 vetë. Na 3 kolega dhe një djalë në animën. Dhe më dhanë se tu me pasir 10 vetë, kise qenë shumë ma regullumu në ali, shumë mirë, shpepisht. Janë turistët dhe vendasit të interesuar për këtë organizim? Po ma tepër janë të huj të tesh, për tesh deri që kam da une, shumica ka qenë të huj, kanë folë inglisht e gjermanisht. Organizimi lypet me qenë shumë i madh, ne kena përgatitur gjithë lume sa ta, gjeri nuk mund të më majtë pas të ngri, se më bami majtë shtu, a i dijet e prishet. Dhe me thanë se lypet mi ngri, me qenë ngri mund. Sot janë 200 qile. 200 qile, na kena pa 100 qile, e kë është kolega si ka ba ka në restoran. Se në restoran janë barë mërta, në buzaru ishke, athiret. Kena barë risotto me gjela, detit. Kena pasë të kena maru tanë. Gja ma madhe zatë ketë bëla, mi mnet li kajtë popull, mi shënu të tanë këtë dërnja, ere mi një gjuta kanë popullarë të rëshinit. Për të shijes dhe traditës, kjo mbrëmje ishte edhe një fest muzikore që krejoj atmosferë të ngrohtë dhe mikpritëse, duke bashkuar komunitetin lokal me vizitorët në një përvojë unike kulturore dhe gastronomike. Në këtë fest në Ulqin, e cila u mbajt për herë të parë. Nga cili vend na vini? Nga Gjakova. Si po ju duket ky manifestimi mbrëmjes së sotme në Ulqin? Mirë, atmosfera është e mirë. Ma herët i pashtë edhe do vallëzime aty, është që mirë, vallen, këtë mojq aty, edhe ushqimi falas, është që mirë. Organizimi po do këtë mirë. Çfarë të duk më interesante nga kjo mbrëmje? Muzika, vallja, ushqimi, më thonë kejtë e patë natë rëndësinë e vetë. Në fakt që kjo është hera e dytë se kam ardhur Ulqin, nuk është se kam eksploru fort Ulqinin, kështu që ama mirë po do këtë mirë. Je për herë të parë këtu në Ulqin, këtë fest nuk e këna ditë që jemë, që është, vim për Kosove, shumë interesant, 14 qershori, nesër e kam ditlinjen me 15 qershori, i bëj 57 vjetë, shumë bukur, shumë mirë, gëzimet maja, po bashkë për Gambori këto kjo fest, nuk kemë atë në Kosovë, këto po më doke shumë interesant, shumë mirë. Sve nam se sviđa, odlično je. Mi smo na velikoj plaži inače. Jeste jeli? Nismo još, sad ćemo. Ne znam da li nam se to sviđa, to ćemo da vidimo. Dita e gjelave të detit në Ulqin është më shumë se një event, është një nderim i trashëgimisë dhe një fest për të gjithë që zbulojnë thesarët e detit dhe historinë e këtij qyteti bregdetar.